Mirë mbrëma dhe mirë se vini në debat për një me në zgjedhjet lokale 2025. Sonte jemi me debate komunale me kandidatët për kryetar të komunës së Gjakovës. Po e nisim këtë debat me një lajm të mirë. Në Gjakovë nuk kemi asnjë dezertor. Pra në sallë janë gjithë kandidatët të cilët kanë pranuar me orë debatin e vetëm i cili zhvillohet mbi standardet e verifikimit të fakteve. Në debatin tonë, bosht është tema e ndërtimeve, apo siç njihet tashmë patatja e nxehtë e qeverisjes lokale. Kemi misyonu me kuptu sonte se ku kanë mund ndërtu shumë kafshë në Gjakovë dhe si planifikohet zhvillimi urban, ka me shku. Do flasim edhe për temat e tjera të rëndësishme si arsimi, shëndetësia e shërbimet publike. 6 kandidatët që po kërkojnë votën e qytetarëve në Gjakovë për qeverisjen e ardhshme, sipas renditjes alfabetike janë Anton Shala nga Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës, PSHDK, Ardian Gola nga Lëvizja Vetëvendosje, Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ervin Shabani nga Partia Demokratike e Kosovës, PDK, Mehmet Krasniqi nga Iniciativa Qytetare Ndryshe, UDK, edhe Shefqet Shehu nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Pjesë e garës në Gjakovë ka qenë edhe kandidati nga Partia Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar me emrin Nikol Prekaj, por siç mund t'jeni të informuar, ai ka ndruar jetë para disa dite, ngushëllime për familjen e tij, e tash vazhdojmë me prezantimin e platformës për secilin prej juve, 2 minutat e parë, platforma zgjedhore për Gjakovën, po fillojmë me juve, zotni Anton Shala. Faleminderit shumë. Atëherë, Partia Shqiptare Demokratike e Kosovës ka para pa në pikat e saj programore është fokusuar në 5 pikat e saj zhvillimit. Po, pra, pika parë zhvillimi ekonomik si një potencial i mundshëm në Gjakovë, fal natyrës saj që ka dhe reliefit të saj gjeografik. Pika 2 do të jetë investimi në turizëm dhe promovimin e saj, sepse ka potencial. Pastaj do shkojmë në përkrahjen dhe investimet më të tjeshme të shërbimeve publike dhe infrastrukturës, me prioritet kryesor ujërat e zeza, që janë në vërim e zezë për Gjakovën. Pastaj pika 4 do të jetë arsimi dhe shëndetësia, si dhe bujqësia me agrikulturë si prioritet për Partinë Shqiptare Demokratike të Kosovës. Derisa jemi te zhvillimi ekonomik, natyrisht si parti planifikojmë që, apo unë si kandidat për kryetar komune, planifikoj të investoj në ekonomit mesme dhe të vogla, do të ndojmë grande natyrisht, do të përkrahim ato, në veçanti do të përkrahim grandet e vogla, familjare, cilat janë të rëndësishme për një zhvillim lokal, po ashtu do të heqim taksin biznes mbi firma, që është detyrë jona, të ndihmojmë to, të kryejmë kushte dhe lehtësira. Natyrisht e kemi planifikuar që ne të kontaktojmë dhe të bashkëpunojmë me investitorë të jashtëm dhe të brendshëm, si një mundësi reale për investime strategjike në Gjakovë, me mundësi për dhënies së tokës në shfrytëzim afatgjatë, sepse duhet ta bëjmë këtë urgjentisht. Gjakova ka nevojë për hyra për investime nga jashtë. Dhe derisa jemi te turizmi, turizmi është një fushë e mirë që ka mundësi dhe potencial. Gjakova ka relief të bukur dhe natyrisht ne mendojmë që duhet të krijojmë disa bazena akumulues që mund të rigjenerojnë rrymë elektrike, po përreth saj të zhvillojmë edhe turizmin hotelier dhe gastronomisë, që ka mundësi bëhet kjo në Morin, fshatin Morin, që ka plan studimor, dhe natyrisht në Correlet e fshatit Kusar, që për kësaj janë Correlet e Kusarit, thash më herët, Gurra e Kusarit, shpellat e Kusarit, e më lart atje livadat e Golës, që janë potencial i mirë. Koha, Ardian Gola, plani juaj për Gjakovën. Përshëndetje, ju faleminderit për organizimin e debatit elektoral. Për ndryshe, ne kemi një program i cili prek të gjithë sektorët vital të jetës shoqërore në komunë. Normalisht në disa sektorë kemi ardhur me disa ide më kreative e më inovative, e në disa me zgjedhje më konvencionale, por të mjaftueshme për të adresuar dhe zgjidhur problemet e shtresuara të komunës. Programi është ndërtuar për brenda një vizioni i cili tashmë është në një farë mënyrë edhe e ka marrë rrugën nga qeveria qendrore për Gjakovën si një njëje që lidh strategjikisht Shqipërinë dhe Kosovën, qoftë përmes linjës korridore, qoftë përmes shndrimit të Gjakovës në një zonë të prodhimit industrisë ushtarake. Kemi propozë domethënë në poligonin e Babajbokës, në investimet në aeroportin ushtarak, tashmë është zyrtarizuar edhe
nisma për të ndërtuar industrinë e prodhimit të dronëve ushtarak dhe civil. Normalisht kjo vetëm një pjesë e zhvillimit të fushës ekonomike. Ne premtojmë për nismen e menjëhershme për zonën industriale me 50 hektarë që do të ndërtojnë një infrastrukturë të përshtatshme për bizneset. Idenë për Jakova Tech Hub që do të jetë një hapësirë e re qoftë për tërheqjen e kompanive të ICT-s që kanë rating ndërkombëtar, qoftë për mes aplikimit të modelit të Young Cell Scheme përmes dhënies së bursave për të rinjt, të cilët në pastaj do të bashkëpunojnë me sektorin privat. Në sektorin e kulturës, për shembull, ne kemi dalë me idenë e Muzeu të Luftës, i cili është edhe një dokumentim historik, por një kursiv dhe potencial turistik, në shkollë me modelin kabinetik të shkollimit, shërbimin geriatrik e garantojmë në fushën e mjekësisë. Për secilin prej këtyre ne kemi edhe ide, po edhe projekte konkrete të tjera, për të cilat besoj që do të shpalosim gjatë emisionit sepse koha vetëm përfundoi. Ju faleminderit. Faleminderit. Ardian, plani juaj për 4 vitet e ardhshme. Faleminderit. Jeta orientimi strategjik i zhvillimit të Gjakovës për 4 vitet e ardhshme do të jetë në 4 fusha kryesore. Në qytet e kemi konceptin e 3 lumejve dhe liçenit, i cili është duke u implementuar dhe do të përfundoj. Në përfshatra do të orientohemi në trajtimin e ujrave të zeza, pjesë tjera pothuajse janë kryer. Trajtimi i ujrave të zeza do të ndodhë gjatë 4 viteve të ardhshme plotësisht dhe Gjakova do të jetë i vetmi qytet jo vetëm në Kosovë, por po besoj në gjithë rajonin që i ka të gjitha fshatrat e lidhura me ujë, edhe të gjitha ujrat e zeza të trajtume. Në qytet pothuajse ka përfunduar trajtimi për shkak se me përmbylljen e kolektorëve të Krenës dhe të Lukacit përfundon, nuk do të ketë më ujna të zeza hiç. Këto projekte janë pothuajse në përfundim. Pika e tretë e rëndësishme do të jetë transporti publik dhe mobiliteti. Do të kalojmë totalisht në transport publik të kombinuar edhe privat edhe publik, mirë po me një shumicë të madhe publike. Elementi më kryesor do të jetë se gjitha zonat e fshatrave dhe qytetit do të jenë të lidhura me linja të rregullta të autobusëve, në të cilat nxënësit, shkollave fillore të mesme, pensionistët, personat me aftësi të kufizuar, invalidët e luftës do të kenë transport falas. E katërta, që do të ndërlidhet shumë me të parën, ka të bëjë me qytetin e mençur. Është diçka që e kemi nisë në vitin 2019, mirë po tash do të vazhdojmë. Edhe ndërlidhja do të jetë goxha e thjeshtë, shembull ta, veç një shembull i thjeshtë. Nëse doni me prit autobusin, keni me pa në smartphone ku është autobusi, s'keni nevojë me prit në gjysore. Projekte të tjera që kanë të bëjnë me ndonjë pjesë të mbetur të rrugëve, ndonjë pjesë të mbetur të ndriçimit publik, janë projekte të cilat veç janë përfundime sipër dhe do të kryhen. Te çështjet e mëdha definitivisht që orientimi i zhvillimit pas përfundimit të 3 rrugëve që kanë mbetur në qytet do të jetë Rezina, qyteti i ri në Gjakovë, i cili veç po vazhdon me u punu, plani i cili ka kaluar në vitin 2019 dhe është pjesë e hartës zonale dhe plani zhvillimor komunal. Gjakova është në nivel tjetër, ky nivel i Gjakovës do të jetë edhe në një shkallë më lartë. Faleminderit. Ervin Shabani nga PDK, plani juaj për 4 vitet e ardhshme. Përshëndetje Jeta, faleminderit për ftesën. I përshëndes gjithë qytetarët e komunës së Gjakovës. Partia Demokratike e Kosovës është fokusuar në disa shtylla që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve të Gjakovës. Fillojmë me arsim, do të organizojmë mësimin tërditor, do të angazhohemi që gjatë mandatit tonë 4 vjeçar të organizojmë mësimin tërditor për të zgjidhur problemin e mësimit të kombinuar dhe numrit të vogël të nxënësve. Do të subvencionojmë bursa për nxënësit dhe studentët të cilët studiojnë edhe janë të suksesshëm në fusha deficitare për të zgjidhur problemin e profesioneve deficitare. Në shëndetësi dhe mirëqenie sociale do të organizojmë së paku 2 qendrat mjekësisë familjare në qytet që të punojnë 24 orë për të ofruar shërbime sa më të shpejta edhe sa më të mira për qytetarët e Gjakovës. Do të subvencionojmë secilin fëmijë që lind në komunën e Gjakovës, të cilët mesatarisht janë 1000 fëmijë që lindin në komunën e Gjakovës, do të subvencionojmë me 250 euro për secilin fëmijë. Në zhvillim ekonomik do të fokusohemi te qendrat multifunksionale, do të ndërtojmë dhe riorganizojmë se paku 3 qendra multifunksionale me hapësira afariste ku të rinjet e komunës së Gjakovës do t'i shfrytëzojnë ato hapësira edhe me përkraje nga komuna e Gjakovës në udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe me subvencione. Në bujqësi do të rrisim buxhetin për bujqësi në 2.5 milion euro, ku mesatërisht shërbime edhe përkraje në pajisje
do tjetë 1.700 euro për secilin fermer aktiv. Në kulturë do të organizojmë festivalin më të madh që e ka pa Kosova, Gjakova Fest, i cili do të jetë 3 ditur ku do të promovohen kultura të shtetit të Gjakovës, historia të shtetit të Gjakovës dhe artizanatet të shtetit të Gjakovës. Në infrastrukturë do të angazhohemi që brenda mandatit. Faleminderit, Ervin. Mehmet Krasniqi, plani iniciativës qytetare ndryshe për Gjakovën? Faleminderit shumë zonja Qara, të nderuar qytetarë të Gjakovës, unë jam Mehmet Krasniqi, i rritur dhe shkolluar në Zvicër, i diplomuar për ekonomi dhe me përvojë si menaxher e afarisë i suksesshëm. Sot jam këtu sepse besoj se përvojën, disiplinën dhe vizionin që kam fituar në Zvicër mund ta kthej në shërbim të Gjakovës tonë. Në qoftë se qytetari i Gjakovës vërtet e kërkon ndryshimin, atëherë unë jam kandidati i duhur për ta bërë ndryshimin në Gjakovë. Platforma ime ka disa shtylla kryesore: ekonomia dhe punësimi. Investorët nuk do të trajtohen si armiq, por si partner. Do të hapim një departament të posaçëm për investorët nga diasporën, nga mërkata shqiptare, me procedura të shpejta dhe lehtësira fiskale. Kemi rrjete të fuqishme të biznesit shqiptare në Zvicër, Gjermani, Amerikë, që janë të gatshëm të sjellin kapital dhe teknologji në Gjakovë. Kjo do të thotë më shumë fabrika, start-up dhe mbi të gjitha vende pune për të rinjët. Shëndetësia dhe kujdesi social. Do të vendosim sigurimin shëndetësor për qytetarët, si dhe një norm kontributi për kujdesin e pleqve dhe invalidëve. Brenda 4 viteve do të ndërtojmë spitalin rajonal modern në Gjakovë me pajisje helikopteresh për emergjenca kombëtare në bashkëpunim me Kosovën, Shqipërinë dhe partnerë ndërkombëtar si firmën gjermane e quajtur ADAC. Do të ndërtojmë edhe shtëpinë e pleqve, projekti financuar nga Mërgata, që shërbimet e kujdesit të moshuarve të mbolohet nga sigurimi dhe jo nga xhepi i qytetarëve. Arsimi do të lidhet drejt për drejt me tregun e punës. Infrastruktura dhe shërbimet publike, aty ku është punuar mirë, do ta pranojmë dhe do të vazhdojmë tutje. Aty ku ka mbetur përgjys, do ta përfundojmë. Faleminderit, Shëvqet Shehu, plani juaj për Gjakovë. Faleminderit Jeta. Duke marrë parasysh se koha është shumë e shkurtër, atëherë po kaloj në disa projekte konkrete për cilat vlerësoj që janë me kapitale. Po nisi me projektin më të përzemër që kam, parkun e biznesit në Gjakovë, i cili është derivat i zonit dëgjuar gati për më shumë se disa vite, për të cilët ka nevojë për hapësira për zgjerimin e vet, brenda së cilës vlerësoj se do të ketë kompani që mirën me prodhimin, me proponimin dhe shërbimet e tjera. Me theks veçantë do të ketë edhe një qendër të teknologjisë bashkangjitur me të hapësira të mjaftueshme për inkubator biznesi dhe për startupet e reja. Të gjitha duke qenë afër një tjetrës kanë impakt i jashtëzakonshëm për zhvillimin e atij parku, me çast konsideroj se Gjakovën do ta shndrojmë në një qendër serioze kampion të Dukagjinit. Për të vazhduar pastaj të projektet solare, ku Gjakova më të vërtetë ka një përparësi të jashtëzakonshme, sepse në Gjakovë ka 1400 orë dritë në vit dhe e bën këtë tepër jashtë për këtë sektor. Duke moshkas nga kjo që e thash për panelet solare, atëherë me të drejtë mund të japim vetes drejt që të kalojmë te autobuset elektrik, ku premtoj se 6 sosh në mandatin tonë do të jenë të lëvizshëm. Që këta autobus të jenë të lëvizshëm sakt mirë siç duhet, atëherë domosdoshmërisht duhet që ta kemi edhe planin e mobilitetit, për cilën siguroj që do ta bëjmë. Pas planit e mobilitetit, Smart City e ka fjalën e vet, me çast ne besoj që në Prishtinë tashmë kemi modelin i cili ka filluar dhe do ta shtyjmë edhe më tutje. Nuk duhet të harruar asnjëherë vlerat gjakovare, traditën gjakovare, trashëgimin gjakovar, për cilën unë ju siguroj se për të gjitha ato vlera që ka Gjakova përfshirë prej produkteve, deri të kënga, për artistëve, e gjithandej se cila do ta ketë hapësirën e vet ekspozuese dhe promovuese, duke përfshirë panegjier, festivale, me çast unë jam njëri ndër aty që do të jem me një mënyrë monitorues i vazhdueshëm si Gjakovën ta mbajmë gjallë për 365 ditë pa ndal. Tjera fusha, arsimin, mësimi gjithëtor në arsim. Kohë. Faleminderit. Faleminderit dhe keni kohë në pjesën tjetër, koha për replikë nëse dikush do me marr. Urdhënarët janë mirë, hajde Anton, pastaj Ardian.
Desha të bëj një reagim lidhur me atë që Zoti Gjini tha, do të trajtojmë apo kemi trajtuar 3 lumejt në Gjakov, e vërteta është krejt ndryshe, dhe sa lumi Krena nuk ka përfunduar 800 ose 900 metra të saj që nuk kanë bërë universitet të ujrave fekale, dhe gjysma e saj është e papërfunduar, derisa në Ernik hudhen mbeturina inerte në lumin e Ernik dhe është një marrë e madhe për Gjakovën çapo ndodh, dhe po ashtu më Krenën e vërtetë është nuk ka trajtim. Tash nuk po ndëgjoj më këtë farë liçenin artificial që nuk ka më shumë të ndodh kjo. Liçeni artificial hudhen do të jetë vetëm liçe që mbledhen ujrat e zeza në ta. Prandaj 5 milionë euro për një liçe artificial është plotësisht i papranueshëm dhe është e pavërtetë. Gjini, apo e dëm fjallën? Po patjetër. Okay. Po mendoj që nuk ka nevojë për replik këtu, për shkak se njerëz të shohin Krenën, është të punu, segmenti i fundit mundet me nis punë për një 3-4 ditë se në prokurim është, Lukaci është të punu, Ereniku është të punu, bagerat janë aty ku po shehni që po hudhin, përderisa edhe liçeni është i buxhetuar, edhe është në prokurim, mundet me ndodh nëse s'na ankohet dikush që ki shokti, me kalu shpejt edhe me nis punë shpejt. Është i buxhetuar, është i projektuar, është në prokurim. Të trijat janë në prokurim, folni për Krenën sot, doni e për Lukacin, po të punu njerëz të shohin, nuk di pse po folni. Faleminderit. Shola mos po don me adresu gjendja në lumin e Ernik. Kështu ndodh me vite të tëra, domthonë. Të punu bagerat jo. Jo, s'ka mundësi në 200 metra më punu, po hedhen gjithandej nga burimi deri në fund. Kjo gjendja e lumit të Ernik. Gjakova s'ka grop që i trajton mbetet e inerte. Domthonë vetëm janë pri komuna është dhe kjo, gjitha këto hudhen në lumin e Ernik, në livadhe, skajve të rrugës, dhe kjo është vërtet e papranueshme. Okej. Gola. Në të njëjtën linjë të kritikës, shqyroni, ideja për një liçe në Gjakov, të paktën është deklaruar dhe është prezantuar, mendoj që është sa futuristike përmeta një mandati, aq që dhe paralizueshme. Mendoj se kjo ha një debat të tonë, e cilën këtu nuk mundemi as me anis, po vetëm po përmendi. Po shka ka unë, që po shoh unë në shpërputhje mes fjalëve dhe veprave është kjo. Dje ka kalu buxhetin e komunës së Gjakovës. I keni 100.000 euro të buxhetuara për 3 vite. 100.000, vetëm për trajtimin e ujrave të zeza, ndërkohë që është para po buxhet për infrastrukturën e liçenit. Kjo do të thotë që liçeni ka më qenë vend ku ka me i tubu gjitha fekalet e fshatrave në aty. Kjo është gabim fundamental edhe në respektimin e rendit të gjërave. Shumë shok të ardhjan Goles për gjithë shka më kanë thonë zbohet. A morë randë më kanë thonë zbohet kjo, kreti janë bo, është në prokurim. E sa për këtë pjesën e futuristikës, për njerë nëse do këtë futuristike ty me bo liçenin, unë po të kalzoj ty fol pak për drona, kalzona ma shumë që shdo me i prodhu dronat për futuristikë. Po, për ato është, dhe më thonë, nëse mundin. Urna. Po, s'ka dilem, fabrika dhe më thonë tashmë është në nismën e saj të projektit dhe Gjakova po, ka me e pas fabrikën e prodhimit të dronave. Kjo është çështje tjetër. Let ma tregon mu, qysh ka mundësi me 300.000 euro për 3 vite, thot me rregullu komplet kanalizimin e fshatrave. Po aty veç kolektor me shtru, një toll, një pjant dhe së në qetë me 300.000 euro. Një pjant i zidit të Sadikakës ka kushtu mbi 15 milion euro. E kë me 300.000 euro të ndarë për 3 vite, po mendon që mund me të atuar të zeza, a i ka ndo për infrastrukturë të liçenit 1.700.000. Që është kontradikt. Duhet me ditë me lexu buxhetin, edhe ata që i tregojnë se ky vetë se ka lexu, duhen me shku me i pa krejt zërat buxhetor. Duhen me ditë me pa sa mjete janë bashkëfinancim, për shkak se kanalizimet janë bashkëfinancim me KRU Gjakovën, edhe kini me pa aty sa mjete janë. E para, e dyta, ku kemi ndërtu fabrikën e dronave, se ti s'kemi ndërtu, privati ndërton, po a din ku ka mu bo ajo, t'lutën tregona. Shiko, ku para po? Tash tu isha lutë, po ta tërheqë i vëmendin për herë të fundit. Mos na paternalizo dim apo nuk dim me lezu buxhet. E di çka është bashkëfinancim. Kjo sa që ndo bashkëfinancim me donacione. Ti e ke me diku rreth 1.700.000 euro komplet. Linjet e investimeve kapitale i ka me çto. Sa do me bëj sa ky bashkëfinancim, sa ka me ndihmu kanalizimit. Pra është një premtim falso, i cili jo vetëm që nuk ka me trajtu mirë ujrat e zeza, po nëse e bën, kam ndro që ky liçe ka me qenë liçe i AliExpressit. Faleminderit. Po shkojmë te Ervini. Po tash duna a dashtot se po zhurër, urna. Ndëgjoni, 15 milion janë të parapame për 4 vitet që vinë për trajtim të ujnave të zeza dhe kanë mu kry, po një gjo, po du më thonë, për patronalizim. Nuk është normal me dasht vendlindjen vetëm kur ka zgjedhje. Du i mu konë aty për dit, me pa për dit, me ju folë qytetarve për dit, edhe unë kur ju thëmë që kom me i kry se kom kry punë edhe matë mëdhaja, që kur kush prej shokëve tu s'ka besu.
Edhe sot rinë dhe të ishoj që ato punë po diqysh si për të kitë nëse nuk di nësë që me thonë. Koha për 2 replika tjera që janë kërku. Ervin Shefqet, urdhën. E para, zoti Gjini ceki që komuna Gjakovës do tjetë komuna vetme që ka në gjithë teritorin UITP-s, ato ka kry Partia Demokratike e Kosovës, gjatë kohës sa ka qenë pushtet, është e përfundume, janë 2 fshatra pa UITP-s edhe ajo ka mu zgjidh, ndërsa sa i përket kandidatit televizje zëtë vendosje, përmendni projekte madhore, edhe përmendni projekte që vinë nga qeveria e Kosovës, une du me thonë kandidatit të lutem përfundoni projektet që i keni nis, të fillu nga rruga Dullqit, e cila është e pakalueshme për qytetar, është... Faleminderit Ervin, koha, Gjini, a ki replik për ujin, që PDK-ja po të kry? Për njerëm që 8 vjetë jam në pushtet në Gjakovë. Po di nuk po di që shë kry. Ja, zoti Gjini, ujt e pijes është bu me amandamente në Parlamentin e Kosovës, amandamente nga deputet të Partisë Demokratike, me thekt veçan nga deputeti nga Gjakova, zoti Hajdar Beqa. Ato janë publike, shihen nga qytetarët, e din qytetarët aty në zonave, e din edhe ti. Jo nuk e din, unë e falenderoj Partinë Demokratike për korektësinë në koalicion, si pike parë. Amo qeveria e Kosovës, vetëm në vitin 2018 edhe 2019 ka pagu mjete për ujë në Gjakovë. Jo mo, në vitin 2018 edhe 2019 kemi qenë në koalicion, mirë por Ramush Haradinaj ka qenë kryeministër, që ta dijim veç kur ka ndodhur. E 47 fshatrat Gjakovës janë lidhë me ujë të pijes në vitet 18, 19, 20 edhe 21. Unë kom qenë në pushtet, faleminderit për koreksin, po unë kom qenë pushtet së pëdi qysh. Zoti Gjini, na kena qenë gjithmonë si parti edhe nivel lokal, edhe nivel nacional gjithmonë nuk kena bloku korna. Jena konë koalicion, i kena bu do punë të mira bashk, edhe nuk e mohoj atë punë. Drejtar tonë jënë konë matë mirë, të asamblejës tonë jënë konë matë mirë. Po, ujnë e pijes, e din qytetarët, kush e ka sjell, çfarë forme është sjell, edhe kush ka punu për ata. E din edhe ti, na bashkë na konë koalicionën në qendër, po ajo bu me amandamente nga Parlamenti i Republikës Kosovës. Shefqet. Faleminderit. Shiqo, unë e vi nga tereni, kështu që jam prezent në teren, gati çdo ditë, edhe po flas veç aty që kum po. Fillimisht duhet harru, pra disa ditë isha të Ripa, e njohim gjithë në Gjakovë të Ripën, ishte e tmeshme situata nga gjyqtet që ka ndodhur. Praktikisht duhet me pranu sakt Gjakova nuk ka një deponi për mbetje inerte. E para, po për te kësaj, para se dhe me dash me lyp llogari, unë për tregoj çka du me bo. Atë deponin do të asigurojmë, kanalizimin për keqe me theks veçantë, ujët e zeza do t'i pastrojmë. Ku sipas te marrohet deponia, ku e marran? Deponia do të marrohet duke siguruar një marrëveshje me qeverinë, sepse edhe ata kanë një pjesë të përgjegjësisë për këtë punë. Mirë po, të lutem na vish ta përfundoj pjesën time. Duhet ta theksoj edhe një gjë, na duhet më shku partej. Ajo zonë e Renikut, unë garantoj që do ta shndroj një kamping të avancuar si një turizëm i egër, një turizëm lokal. Faleminderit Shefqet. Gjini? Spaku 3 herë komuna Gjakovës ka gjetë lokacion për mbetje inerte, detyrimisht që duhet me marrë lejen prej nivelit nacional, nuk e kemi marrë, tash janë tu menu që duhet me pas deponi regionale për inerte, jo vetëm të komunave, që ta kemi të qartë 3 herë, kemi gjetë lokacione. Çështje tjetër që duhet me përmend është kjo që po thote Rrypaj, me plan zhvillimor komunal edhe me planifikimet tona aty ka me ndodhë tereni i atletikës, jemi dakorduar dhe kemi nënshkruar memorandumin me Federatën e Futbollit për bashkëfinancim. Më thonë aty është e përcaktuar që ka me ndodhë me dokumentet të planifikimit. Shefqet? Zoti Gjini, ato po të siguroj që do ta bëj unë po flas si është, e si do të bëhet, ato unë e bëj. Edhe një herë, nuk është gjithçka bukur në Gjakovë, mirë po duj me kuptu që me pas kryh me fluturu edhe buxhetin prej 1 miliarde, nuk ke shmujt dikush me bo ma shumë kur. Se unë Gjakovën e kom gjetë pa asni pik ujt trajtum, sot qyteti është po thuj se i trajtum, pa asni kanalizim me Krenën kanal fekal, me Lukacin kanal fekal, e kom gjetë me 27 shkolla me stufat druve, si janë mo, e kom gjetë me 47 fshatra pa uj, nuk janë mo, e kom gjetë qendrën e qytetit si me qenë midis një vendit pa zhvilluar, nuk është mo. Ju kisha lutë ujin e pijes, ka është një projekt, janë projekte që kanë vëllu për viti 2014, ndonjëherë dikush është edhe me fat që elshën
Elçan ujnë aty. Jo. Sa i përket rekës mirë dhe andej, sa i përket rekës keqe, ne e dim shumë mirë se aty ka pas probleme kryesisht me burimin e ujit që vjen nga Joniku. Sa i përket se si u gjet Gjakova, zotë gjini, qendra Gjakovës ka ekzistuar. Ato kutia që janë mas poj në kosh e kanë bë më bukur, se si kanë mujt më bë më bukur, unë jam i bindur se do të ishte bë më bukur. Se në 3 zotë gjini, mos harrojmë, nuk e ke gjet Gjakovën e djegur më herë si ka dalë pas luftës. Se në 4 zotë gjini, unë pajtona që gjithë secili duhet të mbërë mbujtë veta, po koha duhet më shku partej. Okej, po vazhdojmë. Por ne veç kallzova qyshe kom gjetë, nuk kallzova. Ardian e ke kërku fjallën ma herët. Ardian Gola, fal. E para punës, ne kemi dokument zyrtar se si drejtori i atëhershëm i KRU Gjakovës në vitin 2017, mundë me gabun, ndoshta në 2018, ku thot reka keqe tashmë shumë shpejt do të filloj sa aplikuar i sistemin ujit të pishëm. Pra ka qenë një projekt të cilën e ka pas fatën që shpëtot edhe qeta, që Ardian Gjini vish me javnu qesin. Komplet ka qenë projekt i dizajnum edhe i financum nga dikush tjetër. Kjo është e para. E dyta, këshoni buxhetin për trajtim të ujrave të zeza, nëse ka ma shumë se 20 buxhetor, që thot që ka ma shumë se 100.000 euro për trajtim të tëre, atë unë ja përgjësi për fjallën publike, por nuk ka. Komuna Gjakovës edhe donatorët e huj kanë pagu për ujë rekës keqe Olshun vitin 2021, unë jam konë kryetar kur o punu fizikisht, nuk ja kom qel rubinetën unë, o punu fizikisht me participimin më të madh komunës Gjakovës, që ta dini, se mundi me folë qatë doni këtu, po njerës të dinë, vëlla, nuk për di që ka për hinë këtë rrugën, e dinë, e kanë po, kanë ndodhë, edhe po më vje keqë edhe me folë për këtë punë. Anton? Shumë thjeshtë. Nëse Ardian s'ki diçka shtesë? Jo, unë e bëdhëm e kam dokumentin zyrtar, ku Ismet Ahmeti atyre i dërgon letër zyrtarit e vetëvendosës dhe të rekon sakt se si reka keqe është në përfundim e sipër, pra ka qenë një projekt që ka filluar shumë herët. Pra është fort më rëndësi që një kryetari komune nuk bën me kapitalizu të arriturat, projektet dhe idetë e konkretizuar më herët. Nuk është në rregull kjo në raport me qytetarët, kërkohet një farë korreksie. Unë jam këtu për me tregu që akum bo dhe që du me bo, për shkak se ju jini ardhë, kishë në finale, me i fitu zgjedhjet, jam u bo pak diqysh si bashkë me më qunë balotajë me heka, nuk e dini as vetë pse. Unë nuk kom qare pa tregu që ka ndodhë në mandat timin, fundit po tregojnë debat. Nuk ka qytetarë në komunën e Gjakovës që nuk e din. Edhe ata që më votojnë, edhe ata që nuk më votojnë, e din që ka ndodhë me Gjakovën. E sa për këto, me e marë dikujne këtë programin plagjat e kishe. A i le student atu me bu plagjaturët. Anton Masnej Shevqet. Veç sa për qytetarët njoftim, Gjakova ka qenë me fat që ka pas hidrosistemin Radoniqi që ka furnizu pjesën më të madhe të komunës së Gjakovës me ujtëpijes. Të fundit fshatat e Hasit që janë furnizu me ujtëpijes ka qenë viti 2012-2013 që është kry dhe është projekti për i bërimit të fshatave të Rekskeqe që kompania rajonale Radoniqi është e vërtet që ka bërë investimin kuptohet bashkëpunim me investitorë të tjerë dhe kjo është përfunduar, nuk besoj që 45 fshatra janë reka keqe. Shevqet, veç pak reni Shevqetit? Po fillimisht duhet të them sepse unë ndoshta nuk jam politikan konvencional, me që rast e bashkimin dhe bashkëpunimin zotë Gjini, po të siguroj që e kam me gjithë qytetarët të komunës Gjakovës pa përjashtim bindjeve politike që ata i kanë, dhe unë për që do të marrë besim nga të gjithë qytetarët të komunës Gjakovës, çka është shumë e saktë, çështjet e evidentueshme, nuk kemi pse diskutojmë, le të flasim çka do t'i bëjmë, a kryhen, për sa kryhen, si kryhen. Kjo është tema, sepse edhe kjo marrja e stafetës se veç unë i kom bërë, një ma po më duket pak shumë e padrejtë. Po shkojnë tutje, kisha dash temen me Meti, po e kërkon fjallën? Unë duhet të jemi sinqertë dhe të them që gjitha këto gjëra nuk i shoh aq parë dhe zi. Qasho unë ka punë që në kryme shumë mirë në Gjakovë. A ka mujtë me qenë edhe ma mirë, besoj që po. Që dhe ka mundësinë edhe ndoshta mund bëjnë ma shumë për Gjakovën. Për mu gjitha këto janë gjëra elementare për gjithë qytetarë që duhet i ketë rregullume. Kur bëjmë debat këtu për infrastrukturën, qoftë për ujra, qoftë për parqe, qoftë për gjëra tjera, për mu është detyrë e kryetarë që të përfundojnë këtu. Veç një pyetje do kisha bërë gjithë kandidatëve, më rëndësi është për mu ku është e ardhmja qytetarëve.
Faleminderit. flasim për Gjakovën, por gjithë qytetarët vetë, jetën e qytetarëve e harrojmë, e lajmë shumë anësh. Mirë, Mehmet, unë po e precisoj të ardhmen e Gjakovës, po du me folë ma shumë për planifikimin urban. Mas pari shumë më mirë që qysh fillim krejt kandidatët ishin të interesu me e shpenzu temën e ujit. Është jetike në vitin 2025, me pas gjithoj dhe mu po vjen mirë që jemi në qatë temë. Po tash po folim edhe për një temë tjetër jetike, edhe në Gjakovë, si shumë zonat Kosovës, ka vazhdu ndërtimi i lartë. Komuna e Gjakovës i ka të miratu me 2 dokumente të rëndësishme, që rregullojnë planifikimin urban, që ato janë plani zhvillimor komunal edhe hartën zonale. Këto 2 dokumente i përcaktojnë zonat se ku dhe të ndërtohen banesat, ku qendra tregtare, ku parqet, po për ne është tash me rëndësi me kuptu nga kandidatët, të cilët mujnë edhe me ndru këto plane, mujnë edhe me vendos drejtime të ndryshme politike, cilat zona qytetit kanë me pas e cilat nuk do të kenë ndërtime të larta. A do të mlohen pjesët e vjetra qytetit, si qashia e vjetër, e zonat e bukra, gjelbruara, si Shkukza e Qabrati, a do të mbulohen me ndërtime, apo qysh e kanë plan me bo këtë organizim, po fillojmë prej teje Shefqet, prej anës tjetër tash, 2 minuta për planifikimin urban, çka keni në men 4 vitet e ardhshme, për talmën po du me folë. Po, duke theksu se Gjakova e ka ato 2 dokumenta, normalisht ne do të shqyrtojmë në hollësi, po duhet të theksu dhe diçka. Ato ndërtime tashmë veç ka ndodhë, njerëz janë akomoduar, për njerëz janë investimi ma kapital, normalisht ka raste kur është bote e kalimi, nuk du me mohu se ka ndërtesa ku nuk e ka parkingun, nuk e ka gjelbrimin, ka shumë defekte, edhe këto normalisht se kanë efekte edhe në planin e mobilitetit pastaj që do të ndërtojmë, mirë po ne do t'i përmbahemi në përpikëri i ligjit i cili na detyron. Ato që janë me vlerë të jashtëzakonshme tash e kemi kulturore, pas edhe një dyshim, ne do të jemi kujdestar të madhëvojshëm që t'i mbrojmë dhe të orientojmë ndërtimet në vendet përkatëse që janë të precizuara dhe të cilat do të shërtojmë edhe me pastaj do të normalisht në këtë në fund është respektimi, çka më mirë siguru me kompetencë është të gjithë ata ndërmarrës të cilët merren me biznesin e ndërtimit do të jenë të lirë që jo ta respektojnë zyrtarin e komunës, po ta respektojnë ligjin. Të gjithë ata qytetarë që kanë të drejtat, atyve nuk do t'i vënohet asnjë dokument. Shqyrqet, sa kat kemi leju maksimum ti nëse bosh kryetar, Gjakov? Që sa kat ato të precizohet ekskluzivisht vetëm në dokumentin e hartës zonale. A e din ti sa është që tash? Pa i ka P+8, ka P+ hoteli që është pak më i lartë se sa që duhet, mendoj, ka mjaftueshëm. A kemi rrit këtë numër? Pa nuk e besoj. Ma shumë se 8 s'kemi leju? Unë nuk do të leje kur gjë që deli jashtë standardit që është i planifikuar në hartën zonale. Në Shkuks edhe në Qabrat, a kemi leju ndërtime? Çka kemi leju aty? Aty veç duhet me aksiju shpirtin që e ka, edhe Qysh ja kthen shpirtin? duke bu investime, duke vazhdu me investime, duke e thellu investime dhe duke e bu vend tipik atraktiv, rekreativ, me qast për që më ardhë të jo vetëm njerëz të komunës Gjakovës edhe për te. Unë mendoj që ato janë moshnitë e Gjakovës dhe duhet t'i mbrojmë e zhvillojmë tutje. Edhe pyetje për Cecilin, a keni donator që janë ndërtues të fushatës juaj, ose asambleista, kandidat për asambleje që janë ndërtues? Unë po vlas për vete, si kandidat për kryetar të komunës Gjakovës, nuk e kem asnjë të tillë. Ani pse edhe asambleistat i një, a janë ndërtues? Ani pse t'jemi qartë, du t'jap një mesazh se mu t'zduket që kur thëm s'kem, ata s'janë të mirë, t'jemi qartë. Unë veç po thëm se kam asnjë. As po thojmë që ndërtues janë të këqep, veç po dojmë ditë paraprakesh me bo transparente, nëse kandidatët financohen prej ndërtuesve, po dojmë ditë paraprakesh. Faleminderit, është kërkesë e votuesve. Mehmet, koha jote për planifikimin urban. Sa kate keme leju ti maksimum ndërtu, Gjakov? Në urbanizm të da rishikojmë edhe planin komplet, planin aktual, për ndryshe Gjushkafi për momentin është i planifikuar, po Gjushkafin të da rishikojmë edhe njëherë që është në pas ligjit. Unë si rritur në Zvicër nuk njoft diçka tjetër përveç ligjit. Në pas ligjit do të zbatohen gjitha gjërat, ato që nuk janë bërë deri më tani me ligj apo me plan, duhet të rishikojmë vërtet që mos ta dëmtojmë askënd. Sa i përket sa do të ndërtojmë lartë, ne duhet të llogarisim edhe që sa banor do të na banë Gjakov, sa do të bëhet nataliteti, zonat
kulturore që janë ato do t'i mbroj me çdo kusht, për shkak që kultura është shumë e rëndësishme dhe të ruhet nga çdo qytetar. Sa i përket ndërtimit lart, ato zona që parashikojnë dhe i kanë gjitha rrethonat e plotësuara. Cilat zona? Edhe soka. Po them më shumë që janë jo në qytet mbrenda, po jashtë qytetit që bën zona banimi. Unë aty nuk shoh kufizim, nëse ka investime të mjaftueshëm dhe rrethonat plotësohen me të gjitha kushtet, sa për mua ato ndërtesa le ta puthin edhe qiellin. A ke ndaj asamblesë kandidat për asamble, edhe pse iniciativë qytetare s'dia ki kandidat për asamble që janë ndërtues? Jo, nuk kanë. Donator mos ke ndërtues? Jo. Okej, faleminderit. Ervin Shabani, plani juaj urban? Po, fillimisht duhet me potencu se momentalisht problemi kryesor është që ndërtesat ndërtohen në 100% e pronës, disa nga to, ka edhe që nuk ndërtohen 100% e pronës, po problemi është që unë do të angazhohem gjatë mandatit tim si kryetar komune që mos ketë ndërtim ku nuk ka parking të mjaftueshëm, kanë të lojrave edhe gjelbrend të mjaftueshëm. Problemi kryesor është ndërtesat e vjetra që kanë qenë në komunën e Gjakovës janë ndërtu në ato lagje ndërtesat e reja edhe nuk ka met parking, e tashti ata qytetarë kanë problem parkingin, ata që e kanë pas gjithmonë atë. Partia Demokratike e Kosovës do ta rishikoj hartën zonale në afatin e vet ligjor, e cila është kur vjen 50% e hartës zonale, për shkak që kur është bu edhe plani zhvillimor komunal, edhe harta zonale, dhonat demografike janë kënd vjetra. Nuk po them që është bu gabim, po them që duhet më rishiku edhe një herë se nuk na duhet më shumë beton se sa kemi qytetar. Në regjistrimin e fundit të popullsisë, Gjakova i ka rreth 80.000 banor. Neve na duhet me harmonizu ata ndërtimet në komunën e Gjakovës me numrin e banorëve. Sa i përket donaturëve. Ervin, nëse po thu që kemi më shumë beton se njerëz, sa kishe thonë vizioni, po më intereson politiki joti, sa kati kishe lënë? Maksimum. Jeta mas pari duhet me e shiku ndërtimet mu bo me parking të mjaftueshëm, me gjelbrend mjaftueshëm edhe me kanë të lojra. Me shikua mundën ato shkolla që Som ta mërmenja pra që... Unë nuk do të lejoj ndërtim ma të lartë se 8 katë. Ma të lartë se 8, edhe kallëzëm, a ke financues të fushatës që ndërtues? Deri në këtë moment nuk e kemi asni donatur, jemi me të gjithë dega me mjetët tona vetanake, edhe nuk kam kandidat për asamble ndërtues. S'ka. Okej, faleminderit Ardian Gjini, plani juaj urban. Faleminderit Jeta edhe një herë. Plani zhvillimor komunal dhe harta zonale kanë fillu me u përgatit prej vitit 2019, kanë kalu mas gati 5 viteve, mas shumë konsultimeve me banor, me Ministrit të Planifikimit e tjera tjera. Janë dokumente për cilat o marrë shumë kohë. Maksimumi etazhitetit në pjesën ndërmuese ku lejohet është P+7+KSH të shkruan dokument. Do të thonë nuk është më vullneti imi ose vullneti kujt do me leju ose mos me leju, janë dokumente zyrtare edhe ligje janë ato. Përpos 2 zonave, është zona strikte e qendrës, ku janë objektet e vjetra që nëse banorët kanë me desht, kanë me mujt me shku ma lartë, nuk e di është 12 ose 13, edhe hoteli që parashihet ma lartë. Zona tjera maksimumi është P+7+KSH. Po më intereson këto që e the zona e vjetër nëse banorët kanë me dasht. A guxojnë banorët edhe nëse dojnë? Jo, veç mos të keq kuptohem. Në qendër qytetit janë banesat e vjetra, të cilat kanë mundësi nëse pronarët dëshirojnë me ndërtu. Mirë po, zona e vjetër e qytetit është e ngrime, nuk ndërtohet. Qabrati jo që jo, Shkugza jo që jo. Ka pjesë cilat kanë përfundu si zona urbane, cilat nuk preken mo. Mirë po, ka zona cilat ose janë në rrugë shumë kryesore, që i kanë objektet shumë vjetra, shemë dhe marim tranziti i qytetit, janë 4 emnat rrugëve s'po e përmendi gjatë, në tranzit ka ndërtim P+7+KSH, për shkak se është ndru komplet karakteri asaj pjese. Unë e di që janë kontraverze këto çështjet e ndërtimit, po ju tregoj diçka. Çdo objekt që ndërtohet është edhe një copë Gjakov. Nëse bëhet i keq, bëhet ma keq. Nëse bëhet i mirë, bëhet ma mirë. Insistimi jam është me u bë ma mirë. Në dokumentet tona strategjike nuk ka objekt i cili nuk guxon me pas, nuk bën mos me pas parking për çdo njësi banesore. Do të jenë dokumente strategjike. Nëse ndërtohet një objekt sot, nuk mundet me e marrë lejen nëse nuk e ka
venin për parking, edhe venin për gjelbrim e çka do tjetër që shihet. Do të thotë, për me provu me ndru dokumentet strategjike nashta edhe bën, edhe duhet në të ardhmen, apo janë të kryme. A kena i donator që është ndërtues? Jo, nuk kam donator, as nuk kam kandidat i cili është ndërtues, një asamblesë që ka kry mandatin tash, ka qenë ndërtues, e ka ndërtuar një objekt Goxhamoti në Gjakov, po nuk është më. Faleminderit, Ardian Gola, plani ju urban. Të shpesu që më dhonë që atëherë fjallën, po nuk më dhe më duhet gjithsesi një replik për këtë se me një akuzë për cilën për mua është të rënë. Nuk është programi plagiat. Nuk është programi plagiat, janë nevojat e problemet e qytetarëve për cilat ky ka premtuar që ka me i zgjidh, që tash 8 vjetë nuk i ka zgjidh. Sigurisht që neve na duhet më marr me ato probleme dhe me ato nevoja. Nuk është faje jam që ky një eshnore që 8 vjet s'ka mujt me rregullu. Qendrën e orë që unë e premtoj. Nuk është faje jam, po i këtij që e ka buxhetuar çdo të lumin vit e asnjëherë nuk ka pas nis, domethënë konkrete, nuk është problemi jam që fushat e tenisit prej kohës e mimozës e more replikën, kalon 30 sekonda. Nuk është plagiat, është reprizim i nevojave për cilat kjo është dashur me i zgjidhur. E pret replikën ma vorë, vetëm pak. Ardian Gola, Pitoshit, plani 2 minuta për planin tonë urban. Po. Shikoni, qeverisja e mirë matet edhe me sasin, po edhe njëkohësisht natyrën e problemeve që i la pas. Problemet që kalon harta zonale dhe dhënia pa llogari, e pa hesap, e pa matje të leve ndërtimore përpara miratimit të hartës zonale kanë kriju probleme enorme në deformimin urban dhe arkitektoror të komunës së Gjakovës. Ne me do e mos, në momentin e parë, pasi të kalojnë 4 vite prej se është miratu harta zonale, do të na duhet me rishiku për shkak se është kriju edhe padrejsi, edhe është kriju një lloj pasigurie të qytetarit. Qytetari nuk e din. E ka ble për shembull një troll kur urbanim individual, vitin e ardhshëm i del banesa kolektive përpara, ka ankesa direkte të qytetarëve. Dhe më thonë, këto ka shkaktuar një hartë zonale e hartuar me një dhënie pa hesap të leve ndërtimore për cilat edhe zoti Gjini ka bëu ftesë publike në asamblejë. Hajde në ndërtoni me kushtet e vjetra. Dhe kjo më pastaj në të njëjtën zonë, për shembull, kur i ke dhënë ti banim kolektiv me 8 kat me hartë zonale në të njëjtën zonë, ku shija nuk gozon me çumateve së 2 kat. Do thotë, qytetari do duhet tash me jetu me hijen e një banimi kolektiv për 8 katësh. Pra është një deformim tepër urban. I madh urban është bilekrem, unë duhet të quaj edhe lloj vandalizimi institucional. Unë personalisht. E plani juj, sa katë keme leju maksimum? Katët janë të definuara me hartë zonale. Ne nuk mundemi me i lujt ato deri ku ta ndryshojmë. Po për ato pjesë ku ne ku ta rishikojmë. Unë nuk e kam problem lartësinë e banimit kolektiv, për as sa banimi kolektiv i projektuar aty i paraprin një lloj planifikimi i mirëmendum, ku ka hapësira komunitare, ka infrastrukturë të qëndrueshme që përputhet me nevojat e komunitetit që jetojnë në atë banim kolektiv, ka kanale ku mund të qarkullojnë emergjencat, po jo kështu sikur se janë jap lejet, ne fatkeqësi mendon nuk ka ku kanë as emergjenca. Pra, për mua nuk është në vetvete problemi i lartësisë së banimit kolektiv, sa është një planifikim i mirëmenduar. Dhe këto kompanit... A ke asamblejista që janë ndërtues, kandidatë? Jo. Edhe donator? Jo, absolutisht, bilana me donator. Për ndryshe, është fort mësi me cek që kompanit nuk kanë faj. Po qeverisja e ke që i ka fajet. Faleminderit, Anton Shoala, plani ju urban. Faleminderit. Atëherë, sigurisht, kjo është një çështje që duhet të merret komuna, përkatësisht kryetari i komunës. Derisa jemi të urbanizmi, dëshiroj të them se në urbanizëm duhet të bëjmë një skanim të gjendjes aktuale çfarë është, duhet të rishikohet gjithsesi. Premtoj para qytetarëve se do të hyjë në planifikim zhvillimor urban fshatra, sepse fshatrat janë gjendje katastrofalisht pa trajtuar më mirë. Na kemi 2-3 këto lloj plane zhvillimore mobile, domethënë përkohshme, por që duhet me hyrë gjitha fshatrat e komunës sonë, sepse vërtet duhet me u trajtu, po kes përdoret toka, po kes trajtohet toka, dhe kjo është detyrë jone. Ndërsa flasim për urbanizmin, dëshiroj të them se duhet të rishikohet shumë seriozisht, për shkak se në qytetin e Gjakovës janë investuar para hartimit të hartave zonale rreth 900.000 metra katorë ndërtim banesor. Kjo është e papranueshme që kur përkthehet në banor, diku rreth 70.000 banor të ashme. Gjakova për 15 vite do të ketë 70.000 tjerë, por konsideroj për fatin e keq do të ketë 10.000 ose 15.000 më pak. Kjo vërtet është e papranueshme gjendja aktuale. Ndërtimit, nëse i keni pa, mund të shihni shohin qytetarët, ndërtimi për ndërtimit është 7 metra, 8 metra, që është vepër penale, askush s'merret me ta, as etusia, as një njerëz. Prandaj kjo është një gjendje
që nuk do të pranu, distanca është minimalisht nëse është 5-14 metra, po ndërtohet pa kriter, ka ndërtime pa leje prej spitalit e deri te shtëpia e kryetarit, tash ndërtohen në borën e shtëpive, pra mini markete, furra, klinika të vogla, spitalet e tjerë, tash sa ka filluar një ndërtim tjetër aty afër shtëpisë kryetarit, to nuk do duhet ndodhen. Seriozisht është një gjendje që na duhet ta rishikojmë shumë. Hartat zonale tashmë s'kan kuptim. I kanë edhe rreth 60% leje të ndërtimit për 2 vite të ardhshme Nëse s'kan kuptim, Anton, me ty në pushtet, sa kat kishe me leju maksimum? Kjo do të varet varësisht prej hapësirave, nëse në një vend mjedisor kur ka hapësirë ndërtimi, ka hapësirë gjelbrimi, ka hapësirë parkingi, ato mund shkojnë në etajitet sepse nuk pengohen. Sa mund shkojnë në etajitet? Mund shkojnë 10, mund shkojnë 12, mund shkojnë 13, por jo në mbrana qytetit më nuk do të lejohen ashtu sepse ato e ngulfasin, s'ka hapësira gjelbrimi, s'ka mundësi parkingi e kështu me radhë. A keni donator që është ndërtues? Jo, nuk kem donator që është ndërtues. As kandidat për asambleje, a kena një? Na kemi një kandidat që ka ndërtuar një objekt vetën familjar, që ka ardhur nga jashtë, por që nuk kemi. Okej. Faleminderit. Ardian Gjini e ke kërku fjallën. Tonë kanë folë për mu, faleminderit shumë. E para që duhet me e cek është, jënë përmend disa objekte qërë ku jënë ndërtu në gjithë me kullën e Sulejman Vokshën, gjithë me tjatë. Po ju tregoj gjithë qytetarëve të komunës Gjakovës. Lejet i kanë marrë mrena 4 viteve të fundit prej Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Me urdhënesë me ju dhënë lejet. Aq ma tepër, këtë javë që po e lojmë, Komuna Gjakovës ka marrë vendim me e padit Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, sepse i kemi për 3 vjetë... Ardian Gjini, vesqaroj një gjo. A i keni refuzu ju që të leje që Ministria i ka dhona? Absolutisht. Për ndryshe, nuk e jep Ministria nëse na nuk e refuzojmë. 25 objekte në 3 vitet e fundit i kemi për cilat ka dhënë leje Ministria e Mjedisit, kemi me i publiku edhe kemi marrë vendim me i padit, se nuk bën me shku më kështu. Veç që ta dim, si pjesë e parë, është kjo. Pjesa e dytë, nuk mundet me ju nalë dikuj leja ndërtimit nëse aplikimin e ka në bazë të ligjeve, në bazë të hartës, në bazë të plani zhvillimor, me ja nalë është vepër penale. Amo na kemi raste kur Ministria e Mjedisit ju jep leje edhe në tokë bujqësore. Na qënë dokument me dhon leje në tokë bujqësore. Na qënë dokument me dhon leje në perimetrin që e përcakton vetë. Okay. Po ju tregoj, që do më thonë, me u gjujt krejt të komuna është pa gabim. Mirë, faleminderit. Do të me pa më ndryshe këtë temë. Replik Shefqet. Zoti Gjini e tha dhe këtë pjesën e rolit qeverisë aty që e ka të ministrisë përkatësisht, ne du të bëjmë sinqer dhe shka. Ajo tash më ka ndodhë. Situata është kjo që është. Na mujmë hupë kohën sot dush. Na sot kemi më pas probleme që du të me ditë sak që me bo. Kemi banesat të cilat janë thatë. Ideja është me ditë në parem të dush me pas qerdhe aty, po ku e shet dritat e nale, ku i mja bo qerdhen. Apo kupton, atash du të më konë korekt në situatën që e kemi. Këtu jëmë bo gabime cilat jëmë bo hartat zonale gjithmonë mas ju kryloja, po si do që tjetë, ideja është me në dëgju njës shka tash dojmë me bo, qysh sot mi rregullu jetën, qysh me ndiku për mirë të ta. Faleminderit, Ardian Gola. Po, nuk po merremi me Gjinin. Për besun me Ardian Gjinin kom pi kafe, besoj pi prap individualisht. Problemin e kom me problemet që i ka shkaktu. Jo, ti ki pi. Jo gjatë fushatër, po kemi pi edhe ma heret, po kjo është tem triviale. Po du me, me shkput personalin prej problemeve të menaxhimit dhe qeverisjes së tij. Ta kemi të qartë, kështu po flasim. Nuk kam informat që Ministria e Mjedisit ka dhënë leje bile mënyrë të detyrueshme, që të po shpjegon në zoti Gjini, se kisha përshtypjen një farë kontradikte, se njëra ta kemi bo pa di, e më pas ata kena marrë vendim me bo pa di, tash është vendim a kanë bo, unë nuk e di. Po si do që tjetë, pak e shkuptime, po kur po flet zoti Gjini për nivelin qendror, përbes pak unë kom humb besimin sepse po pran me gjysmë të vërteta. Kështu ka ndodhur dhe me zonën e lirë amerikane, e më pastaj krejt raportimi dhe këtë çështja për këtë problem ishte ndryshe prej asaj që e ka raportuar. Faleminderit koha, Ardian. Duhet me verifiku, po nuk po përdor telefonin se po më akuzoni pastaj folni me ministrat. Shikoni, mjeshtrit më të mëdhej gjysmë të vërtetave në Kosovë janë lëvizjeve të vendosje, unë kom besu që ky se ka marrë këtë mësim. 50 hektar për zonë ekonomike për cilën po flet ti. Komuna Gjakovës ka marrë vendim me i shpronsu në vitin 2020. Prej vitit 2021 janë në tavolinë qeverisë Kosovës edhe nuk na thojnë as po as jo, na kanë ngri projektin. Qesa për gjysmë të vërtet. Për ndryshe, po thuni që ka ndodh. Jo, nuk ka ndodh, janë të ndodh se çet javë na kanë ardhur edhe 3 urdhënesa për mi u dhon leje operatorëve për me ndërtu ku nuk bën me ndërtu. Edhe kom me i publiku krejt vendimet, edhe keni me pa
kush ku ka dhonë leje ndërtimin komunën e Gjakovës. Po s'ka me ndodhë mo, se na duhet me shku në gjyq, nuk kemi rrugë tjetër, për posë se mi u drejtu gjyqit edhe me i thonë a penal një këtë te mo, se nuk është përgjegjë se Ministria e Mjedisit për me dhonë leje mo në për komunat Kosovës, se gjithë kun jep. Kola? Kështu fliste edhe për zonën e lirë ekonomike, dhe kur pashën pastaj bëj fjalë për 500 hektar tokë bujqësore në komasacion që nuk guxon me u lëviz për shkak se ato toka po përdoren për subvencionin nga bujqësia. Dhe ka ndodhur një shpërndim krejtësisht arbitrar, i cili më pastaj është përcjellur me një mri probleme tjera procedurale. Pra, mënyra se si janë marrë vendimet për shpërndim të këtyre tokave, edhe për këtë 50 hektarë të tjerë kanë qenë komplet, më thonë, jashtë procedurale. Kështu që nga ajo çfarë unë kam pa, nuk është plotsu asnjë kusht elementar prej 12 kushteve procedurale për të Ju thash që janë mjeshtër gjysmë të vërtetave, po ju them edhe këtë. Jam të fol për dy çështje të ndryshme që ky me qëllimin ngatron. 50 hektar janë shpronësim prej komunës, të cilën qeveria e Kosovës nuk na ka leju me jetësu që 4 vjet. 500 hektar që është i eksproprium prej qeverisë së Kosovës, me vendime krejt valide, ajo është zona ekonomike amerikane. Janë 2 projekte krejt ndryshme, po qeveria e Kosovës 2 atë ne kanal. Shpronësimi e nënkupton njëkohësisht edhe buxhetimin. Nuk ka asnjë buxhetim në vendimin që është marrë në kohën e Ramush Haradinajt. Përndryshe për sa i përket nismës së dytë, për këtë 50 hektarë nuk e mohova, përmenda specifikisht, por problemi është se nuk janë respektuar asnjë kriter i procedurës për shpronësim dhe kalim në zonë ekonomike. Kjo është çështja, janë 12, as studim fizibiliteti nuk kanë bërë që është kushti i parë. Tash nuk është halli, nuk është problemi i qeverisë, është problemi i komunës. Që dorën zemër këtë temë ma shumë të e kom rejone edhe me një mënyrë kom pru ko këtu. Që po më falë. Që unë e takova një njeri, Zoti Gola, i cili e paraqet ke fix problemin që përballë ti zotëria, ishtë në tokë bujqësore, kishë ndërtu ambientin për biznes. A ti ju më hake. Zoti Gola, unë nuk pashfaqsej parë si moment komunën e Gjakovës, po t'jemi sinqert, duhet 2 palë nëse dojmë Gjakovës me abo atë mirën që quhet, qoftë parku amerikan, qoftë 50 hektarë që përshkajnë të folë. Nuk, bizneset Gjakovë nuk e mojtojnë që të dëgjojnë vetëm teori dhe probleme burokratike. Ka nevoja i vanë, duhet më të e kalu. Nëse ka ndodhur shpërndësimi, duhet mi kryj punën. Njerëz ka nevojë, jenë ka këshuin alternativa tjera me dalë. Ervin? Po jeta, unë e di që është shumë e rëndësishme planifikimi urban dhe ndërtimi, po përbesim i kamerëm shumë me të kalumen të 3 kundër kandidatet, edhe Zoti Gjini, Zoti Gula, Zoti Sheu, është mirë me full për tarmen. Unë le dëgjojnë qytetarët e Gjakovës. Unë kam qenë në gjithë fshatrat edhe lagjet e qytetit Gjakovës. Në për fshatrat Gjakovës ka rrugë që nuk është e shtru me dete shkolla, nuk ka trotuar fëmija me shku në shkollë, nuk ka kanalizim, kanalet të ujitjes janë të kontaminume. Ju lutem të folim për mirëqenjen njëherë, fillimisht. Faleminderit, po Ardian? Kjo është zona e pjesare e qytetit. Më është anku direkt qytetari. Unë e kam edhe shumë ankesa tjera të cilat i kam marrë ndërkohë për shkak të jetës shoqërore që unë e kam në Gjakovë. Pavarësisht që unë e kam jetuar në Prishtinë sepse aty e kam punën, karrierën akademike. Ndryshe bëj dikuj që edhe sekretar nuk di ka jeton, ka flen, ka familjen. Kështu që këtu njëri e ka ble tokën për banim individual dhe në këtë vitit i bëhet banimi kolektiv. Këto nuk e ka bëu Ministria e Mjedisit. Që është edhe shitën parcelat nga ostra komplet me numër identifikuese dhe me të gjitha. Prandaj le ta marrim përsipër këtë përgjegjësi dhe vazhdojmë tutje edhe me programin. Faleminderit, koha. Edhe e fundit, përndryshe, në Gjakovë nuk dia e dini, janë dhënë leje deri në 110%. Pra, këtu s'po flasim për 60-40 raportin gjelbrim banim, po 110% për përpos shputës, ku është ndërtu, edhe ka dalë edhe me konzolën pjesën e pjesës publike, që është skandaloze. Na po flasim për publikun këtu, gjitha lejet e ndërtimit janë dhënë me planifikim vjetër dhe më ndërtimor, e vërtet është kjo. Dhe këto kanë ndodhë. Mund të ketë ndodhë ndë një
leje që është marrë onash, por na po flasim për një shumicë çka ka ndodhur në qytetin e Gjakovës, sepse a ka pas ekspertizë, çish është leju me ndodh një ndërtim kaq enorm. Pse apo ndodhin në distanca mes vijës parë, vijës dytë, apo respektohen këto. Prandaj këtu kemi të bëjmë, nuk ka nevojë më zhvendos beseda këtu të parkut e tjetër, por flasim për një investim masiv që ka ndodhur e tani 5 vite më vonë. Po du prej prej mesit me fillu me fol për arsim nga 1 minutë secili. Na intereson në Gjakov, a keni me pilotu mësimin gjëditor edhe në sa shkolla për 4 vjetët e ardhshëm? A bën edhe herë? Do me thonë, a keni me pilotu mësimin gjëditor në ndonjë shkollë në Gjakov në 4 vitet e ardhshme? Ka 1 minutë për arsim. Zonja Jeta, arsimi është një ndër prioritetet kryesore të mia, por nuk kam çore, nuk e di ajo ka kandidojnë për prokuror, ajo ka kandidojnë për kryetar komune. Secili prej tyre ka pas mundësi të ngritë çështjet për shtetor Gjakovës. Mësimi tërditor do të jetë prioritet kryesor imi për shkak që kena problem me mësim të kombinuar edhe me numër vogël të nxënësave. Sa shkolla do të jenë, unë mendoj që në të gjitha fshatrat e komunës së Gjakovës nuk e di ako me mujt mi përfundu, por ka më mundu sidomos në fshatra edhe një shkollë të paktën në qytet, për shkak numrit vogël të nxënësave. Jo për gjithashtu të arsimi, mendoj që kena mungesë të kuadros. Shumë shkolla në komunë Gjakovës sot nuk kanë mësues të matematikës. Na duhet pej tashti me investu. E di që s'mune me bo këtë zgjidhje me njëherë. E di se nuk i ka fajet kërkush. Jo nik njerëzit s'kan pas orientim, po na duhet me stimulu qëta nxënësa që kanë aftësinë e fusha deficitare. Ardian, mësimi gjëditora ka me mujtë. Faleminderit, patjetër nuk kem nevojë me ndërtu shkolla të reja, për pos përfundimit shkollës po në Shec edhe në Demjan, në qytet do të vazhdojmë me disa objekte tjera përcjellëse, edhe në fshatra me objekte përcjellëse, si janë sallat e fiskulturës e tjera. Sot Gjakova e ka numrin më të madh të fëmijëve që vijojnë për kokë banori, është fjala që vijojnë në mësim parashkollor dhe në qerdhe. Kemi plane edhe për disa qerdhe tjera, do të thonë jemi në top, mas shumti nuk ka në Kosovë, 8 kemi hapur vetëm 4 vitet e fundit. Tani sistemi i shkollave edhe mësimi gjëditor do të nisë kur t'i kemi të përfundume edhe disa pika infrastrukturore, për shkak se është e vërtetë që numri i nxënësve po bie. Disa shkolla do t'i shndrojmë qendrat komuniteteve për shkak se do të mbyllen, nuk ka nxënës më. Edhe sipas planit të hartuar vitin 2019 do të ketë grumbullim të nxënësve në për shkolla më të mëdha ku ka sallat fiskulturës, kabinete e tjera. E kemi të buxhetuar procesin e pajisjes me kabinete, vetëm javën e kalume kem pajis, po nuk e kem bote për të madhe, edhe kem me vazhdu. Do të tani po kalojmë prej sistemit kur kem pas vetëm stufa në sistemin kur ka teknologji, kur ka mësim gjëditor, më thonë është ngritje edhe një niveli tjetër e sistemit arsimit në komunën e Gjakovës, që është definitivisht e domosdoshme. Nuk jemi Zvicër, ama drejtën duhet më thonë që gradualisht e kemi ngritë nivelin. Ka ndaj shkollë me mësim gjëditor? Jo, kem me fillu pilotin, jo për momentin jo. Okej, faleminderit, Mehmet. Faleminderit. Arsimi na do ta përshtatim pas nevojave të tregit punës. E preferoj arsimin të jetë arsim dual, do të thonë teoria dhe praktik. Po derisa nuk i kemi kushtet që ata nxënës ti çojmë edhe ta kryejnë edhe praktikën që ta marrin provojnë e punës. Nuk besoj që mund të kemi zhvillim shumë të fortë, apo ta bëjmë shkollën gjëditor, apo ta bëjmë sa për 24 orë, kur ata nxënës nuk i kanë mundësi tjera që të praktikojnë edhe të banë, domethënë të gatshëm për punë. Në shoh to diplomat në fund të shkollës si diploma që futen fijok dhe nuk ka shfrytëzim tyre. Ma shumë së më të regoj. Dhe më thonë, mund të veç thamë që do të përgatis gjithshka dhe do të mundohem të afroj gjithshka që sistemi dual të ndërtohet në Gjakov, po sa do të s'ka dhe sa në do të në merko. Koha, faleminderit, Ardian, a keme mujt naj shkollë me shtim mësim gjëditor? Ne për mëtim programore kemi parafillorin tërditor, 5-6, për shkak se aktualisht nuk është, dhe për këtë mësimin tërditor, kjo do të jetë rrjedhojë e vetëvetishme e sistemit kabinetik të cilin dëshirojmë ta implementojmë, përmes një modeli ku nxënësit janë ata që lëvizin nëpër kabinetet të specializuara. Kjo nuk kupton njëkohësisht edhe ruajtjen e pajisjeve ilustruese të mësimit, sepse janë më të sigurta, po njëkohësisht kjo do të na detyrojë gradualisht edhe me bë
dhe reformën në kuptim të mësimit tërditor. Do të fillojmë me pilotime pa dilem dhe përposh kësaj ne do të investojmë shumë edhe në vizitat e rregullta mjekësore, shëndetësore për fëmijët, vizita logopedike, psikologjike, sidomos edhe stomatologjike. Do të fuqizojmë jetën universitare në Gjakov përmes investimit prej 2 milion euro në krijimin e hapësirave të reja për Universitetin Femi Agani në Gjakov. Pasi që kjo... Faleminderit, Koa Shefqet Sheu, kjo një juj për arsim. Faleminderit. Tashme, Komuna Prishtinës ka guxu, një nisë mi marrë dhe e ka bo. Ne do të marrim përvojat aty dhe mos do të fillojmë të aplikuar si pilot projekt në njërën për shkollave për mësimin tërditor, ku duhet theksu se është shumë me interes veçantë midis se cilat që ka me qenë lidhja, se çka fëmijët kanë me marrë përveç platformës kurrikulare. Unë pretendoj që aty mi bu një lidhje mes një gjenerate cila i ka kalu moshën gjatë të 5 vjeçare, edhe nuk du të mullon jashtëdore, ku eksperjenca atyre, qofta një instrumentalist të shquar, qofta një poet të shquar, një skulptor, apo diçka, të vjen dhe ta bartë të fëmijët, në mënyrë që t'i lidhim të dy gjeneratat dhe t'i rrisim vlerat e njerëzve. Po ashtu, me këtë rast duhet të theksu edhe diçka sa i përket kuadrit, mbas edhe ka nevojë në disa sekuenca, mirë për kuadrin Gjakovës, mas i vin nga fusha e botimeve me kompetencë, thamë sepse Gjakova i ka autorët bashkë më të mirë në Republikën e Kosovës, me qast emret e tyre janë prezent në të gjithë libra shkollor. Një respekt veçantë. Edhe diçka që ja kam përbërë Gjakovës me zemër, ja siguroj panarin e librit gjithsesi do të ta mbajmë aty. Faleminderit, Anton. Po, gjithsesi ne do të ofrojmë kushte për gjithë përfshirjen në sistemin arsimor në shkolla, pra shohin digitalizimin në shkolla, por natyrisht pra me përcjellje të teknologjisë, sepse kjo do të kishte kuptim pastaj, angazhohemi fuqimisht dhe do të japim përkrahje shkollave profesionale, natyrisht të përshtatura sipas nevojës së tregut, do të heqim gjithsesi paralelet e ndara që kanë 5-6 nxënësa që fatkeqësisht ka dhe të tjerë do t'i heqim gjithë ato sepse nuk ka cilësi, nuk ka mundësi që zhvillohet mësimi kombinuar në këtë kohë dhe këtë do ta bëjmë sa më shpejt. Ndërsa sa i përket shkollave të mësimit gjithëtor, do të fillojmë me pilot projekta do të 2 në qytet, 2 fshat, por mos harrojmë se do të shkojmë hap pas hapi. Kjo nuk është e lehtë më bë, do të krijojnë kushte edhe rrethana përmena në shkollë, cilat janë mundësitë dhe pastaj më vonë do të shohim si. Ju falenderoj gjithëve që asnjëni s'jeni dezertor në Gjakov. Kaq kishim kohë për debatin e Gjakovës, shihemi nesër mbrëma me Komunën e Radhës në ora 7 prej nesh, prej debatit të Gjakovës. Natën e mirë.